themelimi i Partisë Komuniste Shqiptare ishte, ju e dini, ishte një investim serb në Shqipëri. Pra, emisarët e dërguar nga Tito krijon partinë me qëllim që ata të fillonin përçarjen e shqiptarëve me grupet e tyre terroriste që quheshin njësitë guerile, që nga Vasil Shanto, Vojo Kushi me shok që ishin serb, ishin malazez serb, dhe ata ishin personazhe të cilët nisën vrasjen e patriotëve shqiptar. Shembull, po flasim për Vasil Shanto, ka vrarë djalin e patriotit të madh që njihet tashmë tribunit të patriotizmit të Isa Buletinit. Dhe në kuptim të kësaj them që ai ka emra shkollash, emra institucionesh e kështu me radhë. Pra, ose Vojo Kushi, ai nuk e ka emrin Vojo Kushi, sepse këta duan t'i bëjnë gjërat, e ka Vosja Kushiç. Kështu që do të kuptojmë sa gjëra, dhe nuk janë vrarë fare as për të mirën e Shqipërisë dhe as për ndonjë gjë tjetër. Janë vrarë sepse kishin rrëmbyer një vajzë të një adoleshente të një zyrtare të kohës, Kona Qendër Maria, u vetë vranë e kështu me radhë. Pra si mundet sot të rrëmbesh fëmijën e një zyrtari të lartë, të rrethoj policia dhe të vritesh. Kjo ka qenë, kështu që këta kanë emra rrugësh e kështu me radhë. E sot në vëmendje këtë që themi njerëzve, ore duhet të kuptojmë që Partia Komuniste, sot Partia Socialiste e Shqipërisë është investim serb dhe duke qenë investimi tyre ata krijuan këtë përçarje ndërmjet shqiptarëve. Krijuan përçarjen, vazhdojnë më pas, u bë mukja, ju e mbani mend shumë mirë, nacionalistët propozuan të bënin që pas lufte të bëj pas largimit të ushtrive gjermane, italiane kështu me radhë, të bëj një qeveri, të bëjnë zgjedhje një demokratike kështu me radhë. Pra, serbët investuan në Shqipëri duke shkatëruar edhe kohezionin social të kohës, duke sjellur rrejtjen, duke bërë atë, dhe kjo vazhdoi pastaj. Dhe mos harrojmë që në 45-ën Kosova ishte shliruar, sepse ishin toka të shliruar atëre. Gjermanët kishin ardhur, kishin shliruar Kosovën dhe Shqipërinë, pra Kosovën në tërësi, nga serbët. Dhe atje ishin një administratë shqiptare. Filloi shkolloheshin shqip, pra u hapën shkolla shqipe, që na në skoliqe kështu me radhë. Dhe kosovarët prej 13-s po jetonin të lirë. Shkuan këta me ushtri dhe pastaj larguan vran patriotët, mos harroni që një vrasje të vetme, pra një masakër është masakra Tivarit, janë 6.000 veta aty do vrarë. Dhe sot e masakër, ishin shqiptar, ishin burra shqiptar ata, dhe u vran nga shqiptar mon. Kështu që duhet ta kthemi në kontekstin e kohës që plus pastaj më pas Enver kërkoi që i lutesh Tito ta bënte Republikën Shtat, pra nisi edhe bashkimin doganor, pra në Shqipëri do hynte dinari, e kështu me radhë, mori shpronsoi na gjithë tregtarët shqiptar, gjithë biznesmenët e kohës në Shqipëri, u mori Floririn, Arin e kështu me radhë dhe gjysmën e çon në Jugosllavi. Plus pastaj mori arkivin, dokumentat arkivore i çoi ande, bashkë me deklaratën e pavarësisë që sot nuk gjendet. Kështu që ka qenë një shërbim i tërë i Partisë Komuniste të kohës, që në shërbim të Serbisë. Dhe në kuptim të kësaj, them që Edi Rama është në vijimësi ka qenë dhe vazhdon të jetë në vijimësi në frymën e partisë së tij. Padyshim që nuk e shikoj një gjë të keqe, se unë jam pjesë asaj partie. Ata mase mendojnë se janë të drejtën e tyre ashtu siç kanë menduar. Por kjo është e vërteta, dhe nëse nuk e themi këtë të vërtet, nuk jemi të sinqert me qytetarët sot. Kështu që zoti Rama dhe Vučići është në vijimësi të asaj të paraardhësve të tyre. Dhe kjo edhe kosovarët ata që janë, e dini ju që ka kosovarë sot që glorifikojnë Enver Hoxhën, ata nuk e di që ishin të tradhtuar në Enver Hoxha. Ka sot kosovarë që glorifikojnë krimet e komunizmit në Shqipëri. Pra, po ata nuk e di që Enver Hoxha vrau edhe kosovarët që ratiseshin nga Kosova vinin në tokën më amë, siç i thoshin ata, dhe përfundonin nëpër gulaget e Shqipërisë, pra të internuar, të burgosur e kështu me radhë si spiuna serbisë. Kështu që iluminimi i popullatës është një shërbim i madh që ne i bëjmë këtij kombi, si popullatës së Shqipëri, tu themi të vërtetat historike, ashtu edhe atyre në Kosovë. Kështu që ajo, për të kthyer te pyetja juaj, zoti Rama është në vijimësinë e vijës së partisë së tij dhe nuk ka asnjë dyshim shërbimet që ai ka bërë. Ndarja e Kosovës dhe ka denoncuar vetë zoti Ramush Haradinaj, ku tha që zoti Rama mori hartën me Thaçin edhe me Vučićin, vunde dhe po ndani fshatrat që do jepin serbisë çfarë do bënin. Kështu që kjo është evidente, nuk është se themi ne, nuk është teori konspiracioni, është një akte të kryera. Darka dreka që bënin fshehtësime me Vučićin, si zoti Rama, si Hashim Thaçi e kështu me radhë. Prandaj që është mirë që t'ia themi publikut sa të vërteta, që po të doj t'i besoj apo jo, sepse shqiptarët janë të ndarë
akoma për sa i përket kësaj historie, dhe po ne jemi detyruar t'ja themi. Kjo është e vërteta. Zoti Cakrani, do ndalemi pak te raportimi që pati kreu i SPAK-ut Altin Dumani në Komisionin e Ligjeve përballë deputetëve të opozitës dhe të mazhorancës, ku ai pranoi se mënyra e arrestimit të ish-presidentit Ilir Meta nuk kishte ajo e duhura, por hoqi çdo përgjegjësi nga ana e institucionit të tij. Ju si e keni lexuar këtë raportim të kreut të SPAK-ut? Ja, jo, nuk është, unë e dëgjova zotin Dumani, se unë atë pun kam të dëgjoj këta. Problemi qëndron që zoti Dumani nuk ishte tamam i sinqert në atë i këta. Sepse zoti Dumani pasti mori i kërkoi gjykatës masën e arrestit për ish-presidentin ose presidentin e Partisë Liri, zotit Meta, kishte në dorë të kryente ekzekutimin dhe ekzekutimin, ai mund t'ia besonte. Mjaftonin 2 oficer të BKH-s, po 2 jo më shumë, që t'i shkonin zotit Meta në zyrë, ku ai ushtronte detyrën e tij si kryetari i Partisë Liris, dhe t'i komunikonin, ta merrnin dhe të shkonte në dhomat e paraburgimit. Dhe zoti Dumani nuk zgjodhi këtë rrugë ligjore, këtë rrugë normale, ligjore për trajtimin dinjitoz të presidentit të vendit të tij. Po ai zgjodhi rrugën më kriminale të mundshme, që ishte rruga duke ju drejtuar policisë së shtetit. Dhe drejtuar policisë së shtetit me një vendim, me një ligj të shfuqizuar në vitin 2020 për sa i përket ekzekutimit të vendimeve të penale. Dhe në kuptim të kësaj them që zoti Dumani nuk ishte i sinqert partije. Ai thjesht kaloi me ca fraza, duke bërë qefin edhe duke të hequr veten e tij, duke përjashtuar veten e tij nga i krim, sepse ai ishte krim, nuk ishte arrestim, arrestoi presidentin me 200 policë, dhe policë pa uniform, pa badge-in e policisë, pa numër identifikimi dhe mbi të gjitha pa urdhrin e ekzekutimit dhe pa vënë në dispozicion, siç e ka procedura, letrën e të drejtave çdo njeriu që t'i arrestojnë, qoftë në zyrë, në makinë, në rrugë, kudo me radhë. Kështu që zoti Dumani u bë pardia, vërtetoi edhe një herë që ishte pjesë atij skenari kriminal, bashkë me drejtuesin e lartë të policisë së shtetit, si ishte drejtori i përgjithshëm, dhe këtë nuk e them unë, po këtë tashmë e vërtetoi dhe zoti Dumani, por me të gjitha e vërtetoi edhe avokati i popullit me rekomandim, me hetimin administrativ që ai kreu dhe rekomandimin përfundimtar që ai bëri dhe ju drejtua policisë së shtetit, për të cilin nuk e dim se çfarë përgjigje ka kthyer policia e shtetit, sepse ajo është përgjegjëse për rrëmbimin në mënyrë kriminale pas një standard ligjor, në shkeljet flagrante të kushtetutës dhe ligjit procedural penal, dhe kështu që kjo histori nuk përfundon këtu, sepse kjo çështje, pavarësisht se zoti Dumani kishte gjithë të drejtën të hetonte ata policë dhe kush kishte dhënë urdhrin për rrëmbimin e presidentit, kjo çështje po vazhdon, po hetohet nga gjykat, nga prokuroria e shkallës së parë judiciarit përgjithshëm në Tiranë. Ne nuk do ta lëmë kaq këtë. Nuk do ta lëmë dhe të gjithë ata që kanë dhënë urdhrin, të gjithë ata që kanë marrë pjesë në rrëmbimin e presidentit, ta keni të garantuar që një ditë do mbajnë përgjegjësi penale.